Mirëmbrëma. Fotot e presidentit Venezuelës nën pranga nën shoqërinë e marinsave amerikanë shënuan vitin 2026 që në ditët e tij të para. Bota nga sot e tuti është ndryshe pasi për herë të parë pas shumë dekadash gjendemi përballë një realiteti të ri që nuk e kishim përjetuar që prej luftës ftohtë. Nuk ka më OKB, nuk ka më Bashkimi Evropian apo NATO, bile nuk ka më as Shtetet e Bashkuara apo Kongres Amerikan. Ka vetëm ushtria amerikane dhe Donald Trump. Presidenti Amerikan pasi mbylli hesapet në lindjen e mesme me Gazën, Sirinë dhe Iranin, pasi dha një tjetër leksion për krishtlindjen në Nigeri në Afrikë, i hyri në dhomën e gjumit diktatorit qesharak venezuelian, mori me shapka dhe stëku dhe e çoi në qeli ngjitur me El Chapon në burgun e famshëm të Brooklyn në New York. Shumë thonë duke sfiduar ligjet ndërkombëtare. Por sa rëndësi ka kjo kur këto ligje ndërkombëtare nuk e imponojnë atij dot as në rastin e vizitës së Putin në Alaska, të Netanyahu në Washington, apo të arrestimit të Maduros në shtëpinë e tij në Caracas? Sigurisht ja vlen të analizohet se përse Shtetet e Bashkuara ju rikthyen një tradite që i kishin përdorur për herë të fundit në luftën në Irak. Maduro akuzohet se kreu një karteli droge, akuza për cilat amerikanët e hetojnë që prej vitit 2020. Por Trump thotë se Shtetet e Bashkuara deri në kthimin e demokracisë në Venezuela do të menaxhojnë burimet e naftës në rezervën më të madhe botërore të saj. Në momentin që tregu amerikan ka më shumë nevojë se kur për këtë import. Nafta është tashmë një element geostrategjik, pasi Maduro kishte bërë marrëveshje me Rusinë dhe sidomos me Kinën. Por shifrat tregojnë se nxjerrja e naftës në Venezuela kishte rënë në nivele thuajse modeste. Kjo fal sigurisht dhe pa aftësisë së një shteti të falimentuar, që qeverisej akoma nga fotografitë e Hugo Chavez sesa nga administrata e korruptuar Maduro. Pra edhe nafta duket se me gjithë se faktor, nuk duket jetë dominant në arsyet e këtij aksioni të papresident amerikan që prej arrestimit të Norvegës në vitin 1989 në Panama. Sot Trump paralajmëroi Kolumbinë, por dhe Kubën, se janë në radhën e listës së tij të zezë. Dhe pikërisht në këtë pikë debati bëhet interesant, bile deri diku dhe humoristik. Në radhët e përfaqësuesve të opozitës këtu në Shqipëri janë shtuar shpresa se pasi ra Maduro, do iki dhe ra Maduro. Termi që u shpik për Sali Berishës, por dhe motivet që i ka radhitur për Shqipërinë si një narkoshtet korruptuar, terma që ai ka përdorur dhe në takimet e tij si ujë të pakët jashtë shtetit, sot po përdoren si ujë të pakët të shpresës së mbështetësve të tij për rrëzimin e Edi Ramës. Një ditë më parë në komunikimin e tij në rrjetet sociale, Berisha tha troç se shpresa e tij e fundit për largimin e Edi Ramës nuk ishin zgjedhjet, por marinsat amerikanë. Një gjë që ne ja vëmë në duke në lajm. Sot, Berisha si pasoj u detyrua të korrigjonte deklaratën duke shtuar shpresat për një aksion tjetër ale Maduro kundër Ramaduros. Por përtesha kasë së Berishës, e cila u mor seriozisht vetëm nga zonja Garo, aksioni i Trump në kontinentin amerikan duket se nuk është thjesht rikthimi i të famshmes doktrina Monroe. Ky akt thuajse unik, kur një kryetar shteti qoftë diktatorial merret me pijame dhe çohet para një gjykate në New York, ka ngjallur jo pak ankth në Europë. Vučić i pari ka reaguar për atë që e ka quajtur rënje të rendit aktual botror dhe ka paralajmëruar thuajse për luftë popullin e vet, sigurisht me syt nga Kosova. Pra Maduro apo Ramaduro, aksioni Trump do të ketë reperkusione edhe në Europë, edhe në Ballkan, por cilat mund të jenë ato? Për te, lëvizjes së çmimeve në tregun botror të naftës. Për këtë do të flasim sonte. Sikla. Mirë se vini në Real Story në këtë vit të ri 2026, i cili u shënua që në ditën e tretë ti nga temi aksioni i pa precedent, ose më saktë ka një precedent, po gjithsesi të rrallë në 100 ca vitet e fundit të ushtrisë dhe të shtetit amerikan, në rrëmbimin e kryetarit të një shteti, qoftë si Venezuela, dhe dërgimin e tij pra nën pranga përballë një gjykate amerikane. Për të folur për këtë çështje sigurisht është komplekse, prek padyshim edhe Shqipërinë, jo për shkak të zotit Trump, po për shkak të zotit Berisha dhe përpjekjeve të tij për të ripërsëritur të njëjtin aksion edhe në Tiranë. Me mua sot në studio janë Ledion Kristafi, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, më mbrëmë Ledion, Emilio Çika, profesor në Universitetin Mesatar të Tiranës, gjithashtu edhe ekspert në çështjet e diplomacisë ekonomike, për cilin ka botuar dhe një libër së fundmi. Më mbrëmë Emilio. Faleminderit. Roland Beko, më mbrëmë Beko.
Skënder Mingjozi, mbrëma Skënder. Mbrëma. Ndërkohë në lidhje drejt për drejt nga Aida, kemi profesor Melir Memën. Profesor, me mbrëma, faleminderit që jeni me ne sonte. Do doja ta nisja me ju, pasi sigurisht dhe reagimet janë të forta në Shtetet e Bashkuara në trashën editorial, në formë deri diku temi metaforike, por ideja është që presidenti Trump sfidoi jo vetëm bollën, po sfidoi edhe institucionet amerikane. Në radhë parë Kongresin amerikan dhe dy dhomat e tij, të cilat presupozohej të jepnin atij një leje për një ndërhyrje të tillë ushtarake në një vend tjetër. Po, është vërtet, në fakt, reagimi ka qenë i ashpër, sigurisht më shumë nga ana temi opozitës të Partisë Demokratike, por nga ana tjetër gjithashtu edhe brenda kampit të zotit Trump. Sepse mos harrojmë që ka një kamp populist të zotit Stephen Bannon të tjerë, të cilët e kanë kundërshtuar këtë lloj ndërhyrje temi për momentin. Gjithsesi, nga mbështetësit e tij ka pasur më pak kritika, por nga Partia Demokratike sigurisht ka pasur më shumë nga çishte. Çështja pastaj e nevojës për autorizim apo jo mund të diskutojmë së bashku, besoj gjatë gjithë orës në vijim, por zoti Trump sigurisht ka një justifikim për këtë, duke theksuar që zoti Maduro sigurisht është i paligjshëm, ka një urdhër gjykate nga ana e gjykatës federale amerikane dhe sigurisht kjo nuk ishte ndërhyrje ushtarake, por një ndërhyrje policeske të temi e mbështetur nga ushtria amerikane. Kështu që në këto konture nuk është se kemi një krizë kushtetuese, do thoja unë, do thoshte gjithashtu zoti Trump, por sigurisht kundërshtarët e tij ka një argument tjetër. Në fakt ka një precedent apo jo, që është arrestimi i Noriegës në vitin 1989 rreth ana deri diku të ngjashme, po atëherë Noriega tha që i kam shpall luftë Amerikës, pra kishte një akt zyrtar lufte nga Panamaja, nga presidenti Panamas ndaj Shteteve të Bashkuara. Edhe situata sigurisht ishte pak më ndryshe, ndërkohë që sigurisht Shtetet e Bashkuara e hetojnë, pra FBI-a amerikane, DEA amerikane e hetojnë Maduro dhe njerëzit e tij që për vitin 2020 apo jo, lidhur me akuzat konkrete. Një nga akuzat me cilët ai është përballur sot në New York, atë të temit të organizimit të trafikut drogës drejt Shteteve të Bashkuara. Jo, patjetër, ka ngjashmëri, do të thoya që ka dallime të rëndësishme. Një prej tyre është që siç thatë ju, që rreziku kryesor i regjimit të Noriegës ishte ndaj në shtetësve amerikan aktualisht në Panama, për në atë kohë. Është bërë qartë dhe nga ata që kanë jetuar në atë kohë dhe kanë qenë atë në Panama në gjatë pushtimit amerikan të Panamas, që kanë ngjashmëri, por jo shumë të afërta dhe mendoj që edhe ne vetë nuk do t'i mbëshojmë shumë këtyre ngjashmërive, sepse realisht ka dallime të rëndësishme politike dhe juridike që e bëjnë Panaman edhe të ngjashme, por më shumë të dallueshme se sa të ngjashme. Ledion, sigurisht kam ndjekur intervistat e sekretarit Rupi, i cili ka folur më shumë gjatë emisioneve politike ditës diel në televizionet amerikane, dhe aty është përmendur disa herë rikthimi i të famshëm doktrina Monroe, pra e fillim e vitit 1823, pra gati 200 vite më parë, e cila thoshte që praktikisht hemisfera perëndimore, në hemisferën perëndimore nuk duhet të fusin duart vendet tjera, pasi ajo duhet mbetet ekskluzivisht një temi gjithë kontinenti amerikan, verior dhe jugor, dhe Amerika Qendrore, brenda influencës vetëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra sa Zoti Rubi ka përmendur këtë në spaku një për intervistave të tija, faktin që vendet tjera nuk mund të fusin duart në interesat amerikane, një akuzë specifike konkrete më shumë ndaj Kinës, por ai ka përmendur dhe Rusinë. Nuk mendoj që e kanë përmendur në mënyrë të rastësishme, pra, dhe muajin e kaluar kur është botuar strategjia kombëtare e Shtetit Bashkuara, mos gabojmë faqen 15, thuaj që prej një kohë shumë të gjatë doktrina Monroe nuk është zbatuar më në praktikë dhe ka ardhur koha që të fillojë të rizbatohet në praktikë dhe mendoj që kjo mund të jetë përtej veprimit policesk, të thuash, për të kapur një person, mesazhi dhe pasojat janë gjeopolitike në thelb, nuk janë policeske. Dhe qëllimi unë po shoh një rikthim, të thuash, të hegemonisë amerikane në hemisferën perëndimore. Pra Shtetet e Bashkuara e kanë ngritur superfuqinë e tyre botërore, duke qenë hegemon në radhë parë në hapësirën e tyre dhe më pas superfuqi botërore. Dhe kjo ajo që po bën Trump për momentin është po rikthen pikërisht superfuqinë hegemoninë amerikane në hemisferën perëndimore. E para, e dyta, po vazhdon thuash një luftë në distancë që është duke bërë me Kinën, sepse hoqi Venezuela shumë apo pak ishte bërë një lloj pyke, le të themi, kinezo-ruse në hemisferën perëndimore. Dhe fakti që ai u arrestuar menjëherë pak orë pas takimit të fundit,
ndalësit fundi publike, takimin me dërguarin special të Madje zyrtarë Pekinit. kinezë ishin akoma në Caracas në momentin që ai u kap në shtëpi. Pra në një farë mënyrë hoqi një pyk, si thua, kinezo-ruse në hapësirën e vet perëndimore dhe gjithë logjika e tij me Meksikën, me Kolumbinë, sidomos me Groenlandën nga ana tjetër, të bën të mendosh që po shkojmë një lloj zbatimin të përpikt në terren të doktrinës Monroe, që ka pas shumë kohë, si thua, që nuk është zbatuar dhe po i rikthen sigurisht me pjesën e Donald Trumpit, i cili bën një qasje thuaç pak më të drejt për drejt në politikën e jashtme. Pra, presidentët e tjerë amerikan, Biden, Obama, tjerë, Clinton, nuk kanë sjellë kështu në politikën e jashtme. Dhe në një farë mënyrë kemi një rikthim tek një qasje deri diku perandorake e politikës së jashtme amerikane, me idenë që perandorit nuk kanë kufizime. Dhe nuk mund të jetë kufizim ajo që është duke ndodhur. Ju shikoni, po nga vipamja e fakteve, unë them që nuk ose presidentët e tjerë nuk janë sjellë në një të mënyrë, pasi ndërhyrjet e presidentit Bush, Kuwait, në Irak, të dy presidentët, pra senior dhe junior, ndërhyrjet e presidentit Clinton, po doni fusim dhe rastin e bombardimit të Serbisë dhe të ndërhyrjes ushtarake në Kosovë, por kemi edhe ndërhyrje tjera që janë bërë në vende tjera, në Somali, apo në Kenya, pra ka patur ndërhyrje. Në kohën e presidentit Obama, gjithashtu ka pasur ndërhyrje. Në kohën e presidentit Biden ka patur. Pra nuk është se për shembull presidentët amerikanë nuk kanë patur, nuk kanë bërë ndërhyrje ushtarake. Por qasja e Trumpit është pak më themi blunt, pak më. Nuk mund të jap asnjë lloj justifikimi dhe ka një, le të themi, një qasje perandorake në thelb. Për mënyra si fliste për Groenlandën, që na duhet dhe pikë. Pra nuk ka as justifikim, as një argument, as një gjë. Thjesht na duhet ta marrim me pikë. Asnjë president amerikan s'e ka kërkuar Groenlandën këtë formë. Të kaq ashpër, kaq trotë si thua, madje aq më pak Kanadan sot. Kjo është problemi. Do flasim edhe për Kanadan, por ju mendoni që ai do shkojë te Groenlanda? Pasi bashkëshortja e këshilltarit i kryesor, pra skifterit i kryesor, Zotit Miller, doli me hartën e Groenlandës, me flamurin amerikan, thotë sun, pra së shpejti. U detyruan dhe danezët dhe banorët e Groenlandës nga Groenlanda vetë, kishte shumë reagime për atë mesazh të Twitteri. Tani, ideja ashtu se gol, që nëse shohim vitin e parë presidencial, ka një vazhde e cila ka filluar në emër të luftës kundër narkotikëve dhe pastaj është tjetërsuar gjatë rrugës. E kujtoni kur donte të godiste Meksikën dhe Kanadan me tarifa dhe tha po e bëjmë këtë gjë sepse sasit më dha fentanili kalojnë si nga Meksika ashtu dhe Kanadaja. Pastaj nga Kanada u informua që kaloni vetëm pak kilogram në vit dhe ishte një sasi krejt e papërfillshme, ndërkohë që nga Meksika, siç ka qenë dhe vazhdon të jetë, është një nga shteti më mirë kryesor në tranzitin e drogave drejt territorit të Amerikës. Sepse është normale, sepse ka gjitha kufirin toksor. Jo, është dhe pika fundore nga vinë të gjitha. Ka kufirin toksor me shtetet. Nga vendet e origjinës mblidhen aty dhe futen në territorin amerikan. Tani, për të vazhduar kronologjinë, basi u përplas me Meksikën dhe me Kanadan dhe natyrisht dhe me Groenlandën që ka pas leitmotiv gjatë gjithë këtij viti, në muajin gusht ai ka filluar kërcënimet ndaj Panamas. Sepse tha që po na e marrin kanale Panamas po na e marrin kinezët. Fakti ishte që në portin hyrës dhe në portin dalës të kanalit, një kompani kineze me bazë në Hong Kong zotronte, si thuash, vetë portin, menaxhimin e portit. Dhe kinezët u detyruan në fund gushtit, dhe kjo e zgjidhi krizën diplomatike, të bien dakord me gigantin BlackRock që është në Amerikë, që është vërtet një nga kompanitë më gjigante në fushën e financës, dhe t'japin aksionet kontrolluese dhe kësaj u evitua dhe një sulm ndaj Panamas. Me njëherë në muajin shtator, pastaj ka filluar lufta verbale me fjalë pra ndaj Venezuelës, e cila u kulmua në fund të këtij viti. Pra, bie dakord me atë që u tha që këtu ndodhemi përballë një vizioni i cili jo vetëm rastin e doktrinës Monroe, t'ju kujtoj, Trump ka marrë 2 doktrina të shekullit 19 dhe përpiqet t'ia imponoj botës të shekullit 21. E para është doktrina Monroe e presidentit Monroe 823, që thot larg duart nga hemisfera dhe ishte, ju kujtoj, e orientuar kundër fuqive koloniale europiane, që zotronin territore në këtë hemisferë dhe që ai donte t'i largonte një Amerikë në rritje dhe në shpërthim donte që kishte territoret e saj dhe që i largoi eventualisht dhe me luftë civile e më vonë me gjithë ngjarjet. Dhe dyta në fundin e viteve 1800 mori doktrinën McKinley të tarifave, e quani Napoleon Bonaparte i tarifave, presidentin McKinley, që u vra më vonë, dhe që e aplikoi
Dhe shtypi Amerikan, po e lexoja në CNN online, shtypi Amerikan llogarit që nga futja e Trumpit në zyrën ovale, 20 janar, ai vetë ka ndryshuar tarifat doganore me vendet e treta rreth 600 herë. Pra imagjinonit, keni një aktivitet biznesi me tregun amerikan, një firmë e madhe aziatike ose evropiane që nis anijet e veta, dhe në momentin, vetëm në trajektorën e rrugës që bën anija për të vajtur nga vendi i origjinës në vendin e destinacionit, tarifat mund të kenë lëvizje 2-3 herë. Pra është një situatë që i ka dhënë shenjat edhe në tregun e brendshëm. Unë mendoj se në rastin e Maduros nuk është as çështje narkotikësh, sepse Venezuela sot ka peshë rreth 15% në tregun amerikan të drogave. Nuk është as çështje nafte, sepse Venezuela vërtet është zotruesi i mbi 300 miliard fuqive, më shumë se sa Arabia Saudite. Naftë, fuqi virtuale, do me thënë, rezervat certifikuara, por duhet ta nënvizojmë që është nafta e rëndë dhe që kërkon një specifik rafinimi në mënyrë që të vinë parametrat shitje. Është, më kryesorja për mendimin tim, është Kina. Vetëm Kina. Të qëndrojmë pak të nafta, pasi duhet përfshi edhe me Lirën, po dhe Emilion, me që bëhet fjalë për diplomacinë ekonomike. Unë kam bërë një krahasim shifrash, do doja që regjia ndiqte, sa i përket çështjes naftës dhe sa lidhet ajo me sa faktorizon ajo ndërhyrjen amerikane në arrestimin e Maduros. Thjesht për ato që tha Skënder, për çështjen e naftës, është e vërtet se në Amerikë rafineritë e naftës janë ato që merren me naftën bruto të rëndë, që ka naftë bruto të rëndë, të mesme dhe të lehtë. Rafineritë amerikane përpunojnë naftën e rëndë. Një naftë e rëndë dhe trashë përpunohet në rafineritë kryesore, kryesisht në Texas, në Midwestin amerikan dhe në Kaliforni. Dhe kjo naftë e rëndë që cila përpunohet dhe përpunohet në rafineritë e mëdha amerikane, që punësojnë me qindra mijëra vetë, vjen kryesisht nga Kanadaja, që është numri 1, e shikoni këtu pra kolonën më të lartë. Numri 2 është nafta vetë amerikane. Numri 3 vjen nga Meksika, numri 4, pra nga pikpamja e sasive, vjen nga Arabia Saudite. Janë dhe të tjerat. Tani tek të tjerat futet edhe Venezuela. Pra shikoni se sa pak vjen naft nga Venezuela drejt shteteve të bashkuara. Dhe për këto, në ndihmon pak grafiku tjetër. Ky është grafiku i naftës që nxirret nga viti 2020 deri në vitin 2024 nga Shtetet e Bashkuara, shikoni linjën blu e cila ka ardhur duke u rritur pas Covidit, shikojmë që Shtetet e Bashkuara pra prodhojnë një nivel shumë të lartë, nxjerrin një nivel shumë të lartë nafte nga burimet e tyre, që ka shkuar deri në gati 1.8 milion fuqi në ditë. Pra barela nafte në ditë. Ndërkohë, shikoni që ndodh me vetë nxjerrjen e naftës nga burimet e Venezuelës. Që kujtoj, Venezuela ka rezervën më të madhe botërore të naftës, atësaj nafte e cila përpunohet dhe më shumë dhe thithet më shumë nga tregu i rafinerive amerikane. Pra shikoni që prodhimi është pak mbi zero. Kjo tregon që ndoshta dhe për shkak të temi të keq menaxhimit, dhe për shkak të themi të infrastrukturës së rënuar, por edhe për shkak të faktit që politika venezuelane nga Chavez e kthej ka përdorur më shumë si faktor gjeostrategjik, po nuk është se e kanë nxjerrë në treg, dhe për të shikuar pastaj prodhimin e naftës së Venezuelës si përqindje brenda tregut amerikan. Pra shikoni si është, pra në tregun amerikan ndikimi i naftës venezuelane është nën 7%. Pra shikoni sa pak naftë venezuelane ka në tregjet amerikane. Ndërkohë, ky është prodhimi naftës bruto SBA dhe Venezuela sërish midis viteve 2020-2024. Shikoni pra sa lart ka shkuar Amerika dhe shikoni ç'a nivelesh është me jeshile, pra është Venezuela. Siç u thash, pra kjo është përqindja që zë në tregjet amerikane nafta venezuelane. Vetëm 6.5% spaku deri në vitin 2024. Pra shikoni sa pak prodhon Venezuela. Tani, një pyetje kam për ju, Emilio. Këto të dhëna
tregojnë që sigurisht tregu amerikan ka nevojë për naftën venezuelane pasi rafineritë amerikane përpunojnë pikërisht këtë lloj nafte. Që është nafta që sot përpunohet më shumë dhe që vjen kryesisht me import nga Kanadaja dhe burimi i dytë janë vetë burimet amerikane. Tani, a është apo jo nafta element në këtë ndërhyrje amerikane? Vetë Rubio, vetë Trump e kanë mohuar këto, kanë thënë që është trafiku drogës, temi kartelet e drogës, çështjet e sigurisë të Shteteve të Bashkuara dhe qytetarëve të saj. Por a tregon kjo që edhe nafta mund të ketë qenë një nga faktorët që ka sjellë në këtë ndërhyrje? Por nuk e ka mohuar presidenti Trump gjatë fjalimit ose më saktë gjatë konferencës së shtypit që kishte. Ai ka thënë që do menaxhojmë deri në rikthimin e demokracisë.